marrëveshjen tjetër e cila hiku pa u ndjerë. Paqen fiskale zotri. Emiratojnë mbrëmaj. Po, unë nuk kuptova këtë, zoti Merkoçi, nëse PD-ja është kundër paqes fiskale, pse duhet që të çonte edhe amendamente? Po i çon Gazbari zotri. I çon Sorosi. Sorosi, vazhdojmë, Sorosi, komunizmi në Shqipëri. Hajdutët. Kjo është lufta e cila bëhet kundër politikës amerikane, kundër Trumpit. Që ai spaku mos ketë më guxim, se bëhet paqe fiskale, nuk kontrollon më për pastrim parash, për mos deklarim pasurie. Kjo është e gjitha. Të forcoj, janë gjithë në spakta. Të gjithë janë spakt në tim. Dhe ai thot, kush është në tim amistohet, vetëm me vendim gjykatës formës për e. Kurse kush është në atë, pra gjitha që janë spakt, gjithë do falen ta. Dhe spaku nuk mund të kërkojmë më gjë tani për pasurinë tënde, sepse doli amnistia fiskale. Kjo është loja. Pra ne i bëjmë këto lloj loja. E bëjmë sikur të jeni nga parlamenti. Ajo po ta thënë që këta kanë një opozitë rroktare. Bëjmë pazare, bëjmë gjitha dhe edhe pastaj thonë pse s'del populli. Ku ndali populli? Ty ndali populli. Si budallënj din njerëzit ta. Po si janë njerëzit budallënj? Mbrëm, vetëm mbrëm kishte një mundësi të ardhë, të thjerë dhe një 10 themelus për dës paktën, dëgjoj zëri tyre. Nuk e boni, do të me dalë vetëm gjitha ne. Le dalë. Zoti Merkoçi, për të kaluar te kam tjetër, çfarë mendoni që do vendosë gjykata kushtetuese sot, se ka pasur mjaft deklarata e kryeministrit thuaj se çdo ditë ka kujtuar edhe pagën gjyqtarëve. Nga disa është interpretuar si presion, por sot pritet vendimi për Ballukun. Do pezullohet pezullimi, do kaloj çështja për shqyrtim themel. Unë e kam thënë, nëse ata do të bështynë surradin e vet, mund ta kalojnë çështjen edhe për gjykim themel. Por ajo që është kryesorja, presioni që është ndaj tyre është i hapur, nuk është një presion që bëhet i mbyllur, por është një presion i hapur. Dhe vetë gjyqtarët të cilët po e të rodhicin aty brenda, se aty marrin prap Sorosi marrin ashtë. Gendi Ibrahimin po marrë si shembull. I Sorosi total. Aty gjykatëse i bëjnë gjitha. Pra ne po them. Dhe të gjithë e shohin si një presion që Rama i bën gjykatës pikërisht për të shpëtu Ballukun apo për të. Ja u kam thënë, edhe kam përsëritur, ndoshta jam bërë pak i bezdisur në këtë, kam thënë që Rama nuk ka hallin e si Balluk, si person. Rama nuk është i qartë që të gjithë dosjet që janë në SPAK, të gjitha janë me fije që dërgohen direkt ke Rama. Pra Rama e di këtë. Problemi i Ramës nuk është, problemi i Ramës është nuk atë që kam deklaruar që ditën e parë doli Balluku nga SPAK-u kur mori si e pandehur, thash, Balluku nuk e jep dorëheqjen dhe Rama nuk ka këllçe për ta hequr. Jo se nuk ka këllçe për ta hequr, por Rama kërkon një vendim gjykate për ta hequr Balluku, sepse Rama e di shumë mirë, po të firmoste heqjen e Ballukut, kishte firmos heqjen e kokës vet. Dhe unë jo pa qëllim kam thënë Rama, më letë ka të firmosi shkarkimin e tij se sa shkarkimin e Ballukut. Po jo për ato që ndodhin në SPAK, apo pse Balluku është SPAK, apo mund të flasi, mund të bëj. Se të gjithë dosjet janë SPAK. Të gjithë aferat dihen. Dhe fal OBI-s që është aty, nëse do bëj diçka. Se po tjetë për SPAK-un ton, jo, gjumi ke të gjithë. Po ky njeriu që ka ardhur, Klodian Bravo, besoni që mund të shkoj nga Parallova në Llom tani apo? Tashti, unë e pash edhe Bravo nuk është, sepse edhe zgjedhja dje ishte, edhe unë e quajta zgjedhje komandume, ishte e bërë, përpara se me ata dilin kot aty, boshin një intervista kot. Po e niveli intervistave ishte i jashtëzakonshëm. Ja, që pyti, ishte intervisti, a do pish kafe, do t'jap kafe, të marrë kafe, qitë godën prej qonëve, e kuptot qa skenash skandalozi që ishin. Por, thash, aji është gjë e mbyllur, ishte e mbyllur më përpara ajo.
Brau ka pas një dështim total. Gjykata apelit ja u ktheu. Ndërsa gjykata e prokuroria e Belgjikës e mori si një rast unikal, për cilën duhet janë të përfshirë shtetar dhe politikan, thot në prokuroria e Belgës, është nivel tjetër e jetë. Pra, ndërsa në Shqipëri u dënu dikush një X person me 2 vjet burg edhe e mbyllën të aujot e jarësin këta. Por në të njëjtën kohë flitet për pastrim parash, për korrupsion masiv të niveleve të larta, ashtu siç doli dhe nivelet e larta në Bashkimin Evropian. Ajo që të bëm përshtypje ky person i cili nuk ka ndonjë background në tim të institucionit, se duhet kuptoj një gjë. Kryetari i Spakut nuk është ka një gjë të madhe në dorë për sa i përket hetimeve, për sa i përket rrugtimit të hetimit, apo për t'i kërkuar hesap një prokurori për një dosje, apo për një çështje. Një prokuror mund të hapi çështjen edhe vetë pa pyet fare prokurorin e përgjithshëm, kryetarin e Spakut. Pra Spaku është thjesht një drejtues, një menaxhues, një person që do ta përfaqësojë nëpër takime, nëpër mbledhje, po jo se ky është ai që vendos. Dhe unë i qëndroj asaj deklaratës Dumanit, por tha që tashmë jemi në bashkëpunim në unison dhe bashkëpunim të plot me FBI dhe amerikane. Dhe kam thënë nëse Amerika do që në gjithë të shpenzimet që ka bërë të dështoj, atëherë jemi të dështuar patjetër. Por që të marri vetë bravo, nuk e ka lloj forca, të lloj kapaciteti. Pa, ju thoni që do shkoj më lart, por nuk pat një sinjal nga Përtej Oqan. Jo sinjal, po politika e FBI-s dhe ideas amerikane do të bëjë që topi të shkojë ke zyra Ramës, por jo, sepse po ta shifni në të gjithë politikën amerikane, po Rama po goditet hap pas hapi. Po çfarë i them në të gjitha drejtimet. Duke bërë një njeri të cilët të pavlefshëm, qoftë në Amerikë, ai nuk shkon dot në Amerikë, pse Rama nuk shkon dot në Amerikë. Dhe gjithë takimet që ka bërë, edhe kur ka qenë presidenti Trump, unë kam thënë, Suzi është pengesa kryesore e Ramës. Ajo e ka thënë ndoshta pak edhe personale me Ramën, duke qenë një antikomuniste tërbume, nuk pranon që një kryeminist i tillë të takojë presidentin e Amerikës apo të takojë zyrtar të Amerikës. Po ta vjen re edhe për paqen fiskale që ky meratoi, ambasada amerikane nuk ka fol fare. Nuk foli sepse para 4 vjetësh ambasada amerikane që ndaloi. Për ishte Amerika që ndaloi këtë lloj ligji që ky kaloi sot. Problemi ishte se ata e dërguan me gojën e Bashkimit Evropian. Pra ajo nuk foli, edhe dje kur u zgjodh Brau, qofse vute ajo nuk dha asnjë karate. Ikun heshtje dhe vazhdoi punën e saj dhe ishte po ky burri që martohet me burr, çfarë ka ky? I BE-s. I bote ambasadori. Po, që bote ambasadori. Merrte ato sinjalet që i sillnin prej anej. Dhe lufta që është karshi Bashkimit Evropian, ajo që unë kam thënë, Bashkimi Evropian nuk du të futem për një arsye thjesht, sepse ajo kooperativ, në një kooperativ vjedhet, nuk më intereson kooperativa mu. Ta e trumpetojme të madhe futin Bashkimin Evropian. E trumpetojme të madhe aq shumë sa që nuk i tregojmë popullit që në atë palavos kushtetute që kanë bërë, ndryshimet që kanë bërë, e kanë vënë në kushtetut, si asnjë kushtetut tjetër e botës, që Shqipëria duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Pra nesër, kur të shkrihet Bashkimi Evropian, si nesër të shkrihet Bashkimi Evropian, patjetër, kur të shkrihet Bashkimi Evropian, unë nuk e di se atë nene në kushtetut s'ku do të çojnë këta. Ashtu siç kanë bërë edhe me Sorosin. Pra ne Sorosin kushtetut këta e kanë. Pra unë nuk di ky personi, a i Sorosit, a i Sorosit janë. Ta di. Të mund të jetë i Sorosit. Po e di. Se këtu të gjithë Sorosit janë. Dhe ligjin
Pse nuk pres gjë? Unë pres sepse dhe ligjin këta e bën që duhet t'jesh 20 vjet prokuror që t'jesh në BKH, apo në SPAK. Në gjithë kohë që gjithë thoshin që po bëjmë reformën në drejtësi, se kjo reformë është e kapur, e korruptuar, e njërën tjetër. Po këta 20 vjet që kanë këtu, nuk janë këta të kapur, nuk janë të korruptuar këta. Dhe prandaj ndodh kjo katrahur, prandaj ndodhi kjo lloj katrahur në Shqipëri. Dhe ky ishte programi Sorosit. Dhe ka qenë një luftë tepër e madhe që unë e kam bërë personale e kam bërë, derisa ta deklarojnë në parlament që po, është financimi Sorosit. E kanë deklaruar në parlament vetë. Dhe jo më kot kur këta votuan kushtetutën me vota 100%, unë kam dalë në media dhe ju thash, faleminderit që vendosin diktaturën në Shqipëri dhe urdhëron bujro. Jemi në diktaturë apo s'jemi? Ky ka ndërtuar mafia në shtet, zotëri. Ky ka ndërtuar mafia në shtet. Tani ky që u zgjot, bravo. Ha, që zoti ky ta luftoj mafia? Se luftotu. Nëse nuk janë flas, nuk është dhe amerikane, që ju e pat edhe arrestimet që ju bën Pardje, kujt ishin? Engo Çari dhe Sky ECC-ja erdhën dosit nga ande. Nga Italia. Dhe unë kam thënë, dosit janë bërë në Amerikë. Këtu është problemi, e kanë tjerë, e kanë bërë thjesht sepse janë pjesë e këtyre. Kanë qenë pjesë me qofë me opozitën. Ju bëri përshtypje dje që një nga anëtarët e KLP-s pyeti në mos gaboj edhe Brown, se edhe të tjerët, që qoftë se do zgjidhni që ta çoni përpara një dosje që prek stabilitetin e vendit, ajo shpreh sigurt që do ta çoj. Ishte thjesht përshtypje faqe kjo apo? Jo, po edhe KLP nuk është në një nivel KLP-ja. Thash shife që nga do. Te kjo pyetje se për të tjerat pastaj Kjo është pyetje rutinë. Kjo është pyetje rutinë që i bëhet edhe në leksionet tona në shkollë. Nuk është një pyetje, kjo është pyetje retorike. Nuk hyn tek ato pyetje thelbësore, të cilat janë. Sepse thash që të dua ta lidh pak edhe me atë që ndoshta SBA nuk kërkojnë stabilitet thjesht këtu edhe jetë kusht jetë letrin aty. Qofse e kërkon, unë pse thash, nuk kam besim të këta, kam besim të FBI-a, qofse FBI-a ka hedh kaq para, ka bërë kaq dhe lejon Sorosin, që të cilën e ka shpall organizat kriminale, e lejon të qëndrojnë në Shqipëri, këtë çerdhe nuk do ta prishi, atëherë jo ky, bravo, duman, po të vi kush doj s'ka për ta nga. Tu problemi është e interesi Amerika. Rama ka prek kurin e Amerikës. Dosja me Gonigan është siguria e Amerikës. Atë që Sorosi ja mylli në New York, ju hapë se Sorosi këtu ishte gjithë debati. Myllës dosit me Gonigan Sorosi. Në New York ja mylli, nuk ja mylli do të tjetë. E New Yorku do hapë prapë. Ardhja Trumpit bëri që të hapi prapë dosë. Tashti, në qoftë se Amerika ka vendosur që çerdhja e Sorosit 3, ashtu siç është vendosur 50 vjet rritë e komunizmit në Shqipëri, gjithë vendet e tjera ishin në rregull, vetëm Shqipëria, fanar ndriçues i komunizmit, qoftë do na lejnë që themi ne s'kemi forcë, sepse këtu thash 35 vjet është bërë politika e Sorosit. Ne kemi tranzicion komunist. Por a mund shpresojmë ne tani duke pas parasysh e kam pyetjen e fundit të ndryshimin e politikës sigurisë amerikane, pra sigurisë kombëtare, drafti, dokumenti që doli ditët e fundit që godiste Europën, tani edhe ne këtu jemi, nuk besoj se kur godet gjithë ato shtetet e mëdha, Bashkimit Evropian për Ballkanin, për ne jemi shumë. Jo, ne vërtet si vend i vogël, por nuk jemi të pavëmendshëm, apo nuk jemi në qendër të vëmendjes të Amerikës. Për vetëm arsye sepse Rama është zgjedhur nga Kabala dhe Sorosi. Është zgjedhur si lideri
përfaqësuesi i Sorosit dhe i Kabalës në Europë, në Ballkan dhe në Shqipëri. Dhe unë jo pa qëllime kam quajtur çerdhe e tyre Shqipërinë. Dhe gjithë to kulla që bëhen nuk bëhen për popullin shqiptar. Këta bëhen sepse sot duan të sjellin administratë, gjithë administratët e tyre duhet ta instalojnë në Shqipëri. Dhe Rama po mundohet të luaj çdo lloj loje, edhe firmosin që bëri me Izraelit për armatimin. Nuk ishte thjesht për armatim. E para pastrim paraje dhe e dyta kush ishte pjesa tjetër. Pjesa tjetër ishte se ky kërkonte nëpërmjet tyre lobimeve të tyre të afrohesh administratës Trump. Unë kam thënë ky as rojen që është Kapitoli nuk e takon dot, jo më futet në administratën Trump. Tash falas asaj Suzi, e cila është krau djathi Trump, ta bën gjithë agjendën e tij. Megjithatë ai ka dy shtyllat forta në Europë, se ka Meloni, po ka dhe Erdoganin, që janë shumë të afërt me Trumpin. Jo, nuk është problemi i Europës. Problemi Europa Bashkimi Evropian do shpërblej. Jo, e kam fjalën që mund të përdor për administratën amerikane. Po nuk e përdor, sepse e para e Meloni ka hongër dajak për takimin që boni me Ramën. Para ato uljet e bërë. Qëse e pat në takimin kur ka qenë me Zelenski që sorrollase syt Meloni në përtavon, ishte dajaku që kishte hongër për Ramën e para. Erdogani nuk ka më bashkëpunim. Jam prish marrëdhëniet me Ramën. Po këtë ma thatë edhe herën e parë, po e vërtet. Jam prish, unë ja u kam thënë që jam prish marrëdhëniet me Ramën. Jam prish, nuk ka më Erdogani marrëdhënie me Ramën. Dhe nuk mundet që Erdogani të njollosi veten apo kushdo tjetër qoftë, të njollosi veten me emrin e Ramës kur Rama ka marrë mandatin, ashtu siç unë e dinë edhe ata. Ata ja bile se dinë më mirë se sa unë. Që Rama është caktuar të qëndrojë në krye të këtij vendi në çdo kusht, në çdo formë, çdo çmim. Tashmë unë pranoj po them, nëse Amerika do ta lej, në skel që bëjnë. Po unë gjykoj se ata nuk e besojnë që do ta lejnë, edhe aq më tepër tashmë që janë futur edhe Europës. Dhe kur janë futur Europës, jo pa qëllim, do shihni edhe këtë vandelindin e këto që do dalin të korruptum, do dalin dosit edhe këtyne. Sepse shpërbërja e Europës kjo do jetë. Korrupsioni, ju e shihni, lufta në Ukrainë, e gjithë është në luftë, është vendi më i korruptum. Është vendi më i korruptum. Ukraina vendi më i korruptum. E megjithëse është në luftë. Dhe Europian, dhe prandaj kërkon Trumpi këtë lloj politike që godet Europën, sepse këta Europian për të mbyllur korrupsionin e tyre kërkojnë që të vazhdojë lufta në Ukrainë një e para dhe nxjerrin gogolin rus. Do pushtoj Rusi, thotë do pushtoj Europën. Si çai duhet Rusit Europë, Rusit vendet e vetë s'ka ku i çoj, jo më Europën. Qofse po në Ukrainë ai po për një luftë taktike për të marrë ato vendet e veta, ato gjuhë që flasin rusisht. S'ka lidhje me se si ka shpall luftë normale, luftë nuk i ka shpall Ukrainës. Po ta shihni ai në Ukrainë nuk godet as civilët, as këtë, as urat, as hekurullat, as gjë. Ai ka me pika strategjike. Prandaj quhet luftë taktike. Mirë po, Europa për të bërë këtë, atëherë thotë do na sulmoj Rusin për të terrorizuar popullin. Nëse Rama bëri me atë të mbrëmshëm, i tregoi kashillikun, prapë i tregoi kashillikun Trumpit, politikës tij, dhe tha unë bëj paqe fiskale. Pra, gjithë hajdut, gjithë lekët që janë vjedh, gjithë pastrimi parave që ti ke shkruar për raportet atje, unë po i falë dhe hajtë mirë pafshim. Tash i qoftë se Amerika e pranon këtë, ne nuk kemi forcë për ta bërë. Apo ta them ço, me këtë opozitë një, që është bashkë me të. Soros i kënej, Soros janë ne, gjithë natën flejmë bashkë, ditëm dalin edhe bëjnë sikur zihen, ne nuk e heqim dot. Keq vje, po kjo është realitet. Me mbyllim me një konstatim të hidhur, zoti Merkoçi, të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit edhe juve.